Vijojmë në Fark, një nga zonat ku gjatë 3 javëve të fundit po zhvillohet në mënyrë të pandërprerë operacioni për verifikimin e zbatimit të lejeve të ndërtimit dhe të standardeve të sigurisë në terren. 26 komplekse rezidenciale me 581 vila dhe godina kolektive janë inspektuar deri më sot. Janë konstatuar shtesa pa leje në rreth 4500 m2 sipërfaqe ndërtimore. Gjysma e saj është prishur menjëherë me kosto të mbajtura nga ndërtuesit, ndërsa pjesa tjetër është në proces vlerësimi për konfiskim për interes publik. Paralelisht, për shkeljet e dokumentuara deri më tani, janë vendosur rreth 2.5 milion euro gjoba administrative. Dua ta theksoj me forcë, ky operacion nuk ka synim të ndëshkojë industrinë e ndërtimit. Ka synim të rrisë standardin, të mbrojë qytetarët, të sigurojmë që ata që zbatojnë ligjin të mos konkurohen padrejtësisht nga ata që e shkelin atë. Të gjithë ata që ndërtojnë sipas lejes me dokumentacion të rregullt dhe në respekt për standardet janë aleatët tanë në këtë proces. Ky operacion do të vazhdojë jo për 3 javë, jo derisa të mbyllet një sezon, po derisa rregulli, standardi dhe përgjegjësia të jenë norma e vetme në territor. Parimi mbetet I pandryshueshëm, transparencë, kontroll dhe bashkëpunim me subjektet që punojnë drejt, ndërsa për shkelësit, masa të menjëhershme dhe pa asnjë lloj tolerance. Ky është drejtimi në të cilin po ecim dhe ky është standardi që po ngrem çdo ditë.